mira është ta mendoj dhe Edi Rama këtë kandidaturë, ta marrin në konsiderat. Rama, po është zakoni i tij. Është zakoni i tij gjithmonë që Rama kundërshton. Dhe asnjëherë nuk pajtohet askush është drejt, sepse kur ka arsye madje, por gjithmonë ka atë punën e tij. I Ramës nuk është mendim dhe vendimi i drejtë. Ai do vetëm ta çojë vendin mbrapa, jo të hes vendin përpara. Rama ka interesat e tij. Nuk e mbështet që i bëj presion opozitës, majorancës për 2013 që ti marrin pushtetin. Po pushteti nuk merret në atë lloj mënyre, pushteti merret me punë. Rama se voton sepse ka interesin e vet dhe kërkon gjithmonë që të bëjë të kundërtën. Po se baton ai se i do të batohet atë vetë ai atë socialistë atë si ka atë deputet. Po shgabim pse mendon ai çfarë do të veri ai? Do të veri nga vetë ai që të ketë në varësinë e tij. S'është e drejtë. Ky është i pavarur, i takon i gjykatës. Të pranoj atë që kanë vendosur të gjithë. Të pranoj atë që do dhe elektorati dhe gjithë populli. Rama tash duhet të përshtatet të djathës që të bien në konsensus. Duhet të bjerë dakord me Partinë Demokratike që të zgjedhë një president që nga të gjitha forcat politike. Ai se bën dot këtë. Nuk e di ku e ka arsyen. Po Edi Rama s'ka ndërmend fare të bëjë lëshime. Me kokën e tij që ka ai as për të bërë një lëshim. Unë mendoj se Partia Demokratike duhet të jetë në atë drejtim që ka nisur. Duhet të nënshtrohet gjithmonë mendimit pozitiv të shumicës, sepse shumica ka drejtën e propozimeve, ka drejtën e vendimarrjeve, do të ishte e mirë që të bëhet pjesë e shumicës. Ta vënë dorën në zemër për këtë popull, edhe ashtu si votuam ne për të gjithë, edhe ata të mendojnë për ne. Sa kuptoj çfarë qëllimi ka ky. Ne nuk kandidon nuk ka kandidat vetin, nën tjetër përkrah këtë. Besoj se do të arrihet në një raund tjetër, në një bisedash. Është nevojë e vendit edhe e shtetit. Dhe Edi Rama do të bie prej tregjes Berishës, patjetër. Tolet të bashkëbisedoj me PD-n për zgjedhjen e presidentit. Duhet një president i dal nga partitë politike. Të vetmi kandidat nga Majta ose nga opozita Fatostan, sepse ai është lider historik, ka sjell prurje të fuqishme të përse, pavarësisht se ka gabuar ka sjellë si Edi Rama. Do të provoj që ka seriozisht. Po duke bërë kërkesa për kushte dhe për kritere dhe pa propozuar një format të cilët ai e mendon se duhet, atëherë këto janë thjesht demagogji dhe asgjë. Opozita sapo vjen, po e shtyn edhe më tepër procesin. Duhet jap mendimin për personazh. Rama nuk i shprehur për personazh që ka propozuar Partia Demokratike. I plotson as i plotson kushtet, nuk është dakord, se është dakord. Dhe nga kjo anë, për shembull, ai nuk është shprehur fare. Opozita duhet heqë dorë nga shantazhet dhe zgjedhet një president i cili e meriton të jetë president edhe që të shërbejë vendit. Edi Rama mbi gjitha duhet të sakrifikojë delirin e vet, ose minimalsinë e vet. Sepse duke e udhëheq politikën shqiptare me delir, nuk bën asgjë tjetër dhe krijon rrëmuin në mentalitetin kombëtar shqiptar. Ai don vetëm zgjidhen kapitullin e vet. Kujton se është më i gjatë dhe me këtë duke ditë gjatësinë e tij jam unë i parë i Shqipërisë. Nuk mund të jetë një politik bërës Edi Rama. Mos të diktojmë, po të gjejmë gjuhën e përbashkët për të ecë përpara. Mund të jep se Edi Rama propozoi Fatoshnën. Bën gafër më të madhe pas se propozoi. Duhet ta bëjë një sakrificë ai. Me konsensus është punë e presidentit. Të dy palët ato do të merren vesh njëri me tjetrin, që me konsensus të zgjidhen një president, ashtu si do edhe populli. Kur e përmendat Edi Ramën, bum ngranqimet e kokës për pjetë. Çfarë do të them tjetër? Sepse e njoh që fëmini se kush është. Ai duhet të eliminohet nga politika fare, se edhe ato të vetë i ka bërë çarape.